Mirë, jemi rikthyer në ndeshje, me njërë mbas hapësirës publicitare, do të flasim për ambasadorët tanë që janë në çdo skaj të globit tonë. Deri në Ekuador. Dhe do të pyesim të ftuarit tanë se çfarë pune bëjnë ambasadorët tanë. Është me ne në studio Miril Dajon e dashur Tili, që rikthehet pas një emigrimi të gjatë në Japoni. Faleminderit që gjetët studion sapo u kthyet. Rikthehet fuqishëm në bardhazim jukuin i dashur Endrit Afani, faleminderit që jeni këtu me ne. Një mik i ri vjen në studion ton, Geron Kamberi, ti s'ke ardhur herë tjetër Geron, besoj. Kjo është era parë. Kjo është era parë? Faleminderit për ftesën. Mirë, sot kap virusi sot edhe rikthehet Arseida Gjyli, faleminderit, Arseidën e kapi virusi, kështu që ajo rikthehet, merr vesh edhe nga këto punë se është për gjëra ndërkombëtare. Kështu që do të diskutojmë me një panel rinor të freskët, njerëzor, për çështje shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me shqiptarët dhe me përfaqësimin e tyre në përballë. Tani, përse na duhen ambasadorët? Kujt i shërbejnë ata? Në kushtet e një diplomacie, ose të marrëdhënieve të cilat ne duhet të ndërtojmë, në radhë të parë ambasadorët i shërbejnë vetëm vendit të tyre. Po flasim në parim. Ambasadorët tanë duhet i shërbejnë Shqipërisë. Po. Ajo çfarë ne kemi pozitive, duket si pozitive, është fakti që ka një rritje të buxhetit tek Ministria e Jashtme për diplomacinë dhe për trupat e misionarëve, se kështu quhen, por që nuk janë mjaftueshëm për të mbështetur ambasadorët tanë që të promovojnë Shqipërinë në të gjitha nocionet. Por në rastin konkret, duke qenë se Shqipëria është një vend periferik në të gjitha perandorit, ekonomike kryesisht, do duhet të kishim një trup shumë të specializuar të atasheve ekonomik. Endri. Këtë nuk e kemi. Ambasadorët, për që shërbejnë? Për vënde pune, normal. Si për të mbush vende pune apo jo, për vënde pune, për të bërë qoka, për të bërë gjëra. Do të thonë, vetëm një kemi, për mendimin tim ai që ka qenë në OKB, tani ka lëvizur ka ardhur BE, po. Vetë Jozef Mazi. I vetmi, që e meriton e kryen funksionin apo çfarë? Po, është i vetmi që për mendimin tim është se nuk do të përmend emra. Do të thonë, ka qenë në OKB dhe tani është bërë në BE, pra është kthyer në ambasador në BE. Dhe është i vetmi që e meriton. Tjerët janë vende qokash që të gjithë realisht, domethënë. E kupton kushdo që i cakton këta ambasador se kush është funksioni real që duhet bëj një ambasador në një shtet ku shkon. Se ndonjëherë shkojnë njerëz që s'kan fare lidhje, që se kuptojnë fare kulturën, diplomacinë ekonomike, edhe pse kanë këshilltarë, që patjetër dhe këshilltarët, por ke për shembull sot në Xhakarta një ambasador i cili s'ka staf fare, çfarë do bëj ai aty pa staf? Pjesa e ambasadorëve, më thënë, ose në qoftë se për dashur të rikthehemi historisë, është një funksion i cili nuk e ka shpikur Shqipëria, ambasadorët i përkasin që mes jetës, ndoshta edhe më herë që antikitetit, po në kuptimin e sotëm i përkasin mes jetës, pra në qytetin e Milanos, Republikën e Milanos u vendosën ambasadorët e parë, që ambasador në Republikat Italiane të asaj periudhe, dhe pastaj kemi sot diplomacinë klasike. Përse përket asaj se çfarë bëjnë ambasadorët, pavarësisht aftësisë ose pa aftësisë, ligji i shërbimit jashtëm i miratuar në 2015 është ligji që rregullon mënyrën se si emërohen ambasadorët dhe ka përcaktime shumë qarta për ambasadorët që vinë nga shërbimi i jashtëm, pra diplomatët e karrierës, dhe ambasadorët që vinë nga politika. E shkelur ky rregull? Dikur ka pasur kuota, pra nuk duhet kalonte më shumë se 20%. Kjo shifër u hoq, pra u hoq përqindja, dhe në këtë pikpamje, si thua tani 20% janë nga shërbimi. Jo, është 20%. Jo, janë nga shërbimi. Pjesa tjetër është jo. Dhe 20% ishte ky diskutimi i abuzivitetit pastaj me emërimin e ambasadorëve. Pra 20% kanë qenë me ligjin e mëparshëm, ka qenë 20%, por edhe ai nuk respektohet, shpesh ishte i shkruar, po si thua kishte përjashtimet e veta dhe shpesh siç ndodh. Po mirë, tani ky titulli ambasador është një pension i parakoshëm? Po, një farë mënyre, unë kisha shkruar këtu se tha zotria përpara, bordero të mëdha punësime dhe qokash. Edhe kisha bërë dhe këtu piramidën e burokracisë. Një farë mënyre duhet që ata ishin katalizatorët për të ndihmuar vendin plan ekonomik, politik, diplomatik, etj. Dhe funksioni është honorifik në vetvete i ambasadorit. Pra, ka një orar që shkojnë në zyrë, apo duhet kishte për turizëm të gjatë?
një farë mënyrë duket si një mënyrë punësimi, turizëm i gjatë, rregullimi familjes dhe pastaj punësim familjar. Shkollimi fëmijëve, dhe pastaj mundësi punësimi për fisin edhe për të afërmit edhe njerëzit e tjerë që ajo që po, le ta vazhdoj. Le ta vazhdoj. Ndoshta nuk e di, po për mua është hera parë, po ndoshta po marrin flasin për profesion që asnjë nga ne nuk e ka ushtruar. Këtu edhe ndoshta do ishte shumë etike të flisim për profesione. Po sa veta japin mend për gazetarin, tani t'japim ne mend për ambasadorët se janë bërë. Unë doja të Është e bukur që Gerondi e thot me drejtë që kjo pjesa që asnjëherë për nesh nuk e ka ushtruar këtë. Pavarësisht shkallës juridike që kemi ne për diplomacinë. Pjesë e mirë ambasadorëve nuk e kanë ushtruar. Kjo është e bukur, asa ta vetë se kanë ushtruar. Do të theksoja, është e vërtet, po është më e sinqert ndoshta, pavarësisht se ne vim nga fushat të cilat merremi me me analizën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe me mënyrën se si gjithë geopolitika, gjithë gjërat, diplomacia nuk është gjë tjetër vetëm zbatim i parimeve ose teorive të marrëdhënieve ndërkombëtare. Pra diplomacia është një praktik që çdo shtet që kur është krijuar si një lloj funksioni i shtetit synon që ajo të përfaqësojë marrëdhëniet midis shtetërore nëpërmjet një hallke ndërmjetësve që janë ambasadorët, pra ambasadat në çdo vend. Ne kemi sot tashmë një seri ambasadorësh me karrierat gjata diplomatike që janë në pension dhe ndoshta për të folur, si thuaç më shumë se për çfarë duhet ambasador, mund të ishte më mirë që në këtë panel të ishte njëri. Jo, se ata do flisnin me gjuhë ambasadoriale. Jo, ne jemi më troçista. Ne jemi më troçista. Më praktike. Jemi më praktike, se ata do fillonin të flisnin me gjuhë të pambuk. Dy fjali. Patjetër që ajo që thot Geroni qëndron, por nuk do të thotë që ti je ambasador detyrimisht të flasësh për funksionin e ambasadorit. Ne patjetër e dim në qasje, qoftë integrimit vendit tani në Bashkimin Evropian, qoftë ndikimit Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ambasadorëve të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë ndikimi kanë patur në politikën shqiptare. Dhe nëse do thonim që është ushtruar siç duhet për shembull funksioni i ambasadorëve të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, ai kanë patur ato funksion të ndarë nga politika, sepse në thelb ambasadori, roli i ambasadorit honorifik, diplomatik duhet të jetë i ndarë nga politika. Sa të ndarë janë diplomatët shqiptar apo diplomatët e huaj që vinë në Shqipëri nga politika. Kjo është diskutimi më i madh dhe nuk janë. Pra ka ndikim të drejt për drejt të politikës në emërime, në struktura, në burokraci dhe në mënyrën se si ushtrohet funksioni. Ata nuk kanë një zë të pavarur. Sa ambasador kemi dëgjuar, ne nuk dim kush janë ambasadorët tanë nëpër botë. Jo se si mungesë informacioni, por nuk kemi dëgjuar impaktin e tyre. Domethënë këtë doja të thoja. Çfarë impakti kanë patur që ne si qytetarë i njohim emrat e tyre për punën që kanë bërë? Atëre, ka një gjë, ne vërtet ndoshta nuk kemi punuar në ambasada, po dhe kemi një pjesë të eksperiencës për të qenë koherent edhe me Geronin për njohjen e situatës. Ne ndoshta nuk kemi pse ju dim listën emërore ambasadorëve se s'na hyn në xhep në fund fare. Por ajo çfarë ata sjellin në marrëdhëniet kryesisht ekonomike për Shqipërinë, këtë duhet ja u kishim dëgjuar krisme. Më lejoni t'ju kujtoj që para disa vjetësh i mblodhi kryeministri Rama ato doja të thosha. I që sëndisi i bëri cop fare. Dhe gjithë morali fabulës ishte nëse ju nuk bëni diplomaci ekonomike, ju nuk do të emërojni më në detyrat tuaj edhe ju do të humbisni vendin tuaj të punë. Por ai ti po flet buto, ai degeneroi fare. Pikërisht. Unë mbaj më të shumë mirë këtë. Ajo çfarë ne si media bëm, kur bëm verifikimin ishte au emëruan ata ambasadorët që kishin qenë te ky takimi me kryeministrin Pallat Kongreseve, të gjithë prej tyre, përveç ndonjëri që dha dorëheqje rrugës se kishte fëmijë shkollën edhe nuk duhet lëvizte, të gjithë u riemëruan në pozicionet e tyre. Me një tek tuk ndonjë. Këto fjalimet e Ramës janë si puna atyre drejtorëve të bashkisë, domethënë kjo që her pas here votohet për ne nuk ja pam ne fitin një kërcënimi të kësaj natyre. Tani ky kërcënim duhet të shoqërohet me buxhet. Që ti të ndërgosh një trup diplomatike në mes të Tokyo. Më lejo të them që ambasadori që ka vajtur në Tokyo tani, me që më përmendë Japonin, nuk ka staf. Çfarë duhet në Tokyo? Dhe ai buxhet që shkon për qeran, për drita ujë dhe për... Po për çfarë duhet në Tokyo? Nëse do shkoj për ato është mirë. Po pse kjo i ka detyruar që shumicën e ambasadorëve që edhe me targa CD kanë bërë eksport droge, se ka patur dhe rastet të tilla që kanë qenë skandale, për diplomacinë. Problemi i ambasadorit, problemi atij që ka emëruar ambasadorin dhe detyrat që i ka lënë. Se ambasadori ka vajtur krye detyrat. Ka kuptuar drejt detyrat. Detyrat që kanë çuar kur e kanë dërguar. Po, ka kuptuar drejt detyrat. Në Shqipëri problemi është kur je shtet i vogël, e para nuk e fuqi dhe ambasadori jot nuk ka peshë fare.
Minimumin që mund të bëj një ambasador shqiptar që është jashtë apo një konsul është të kujdeset për ata që janë emigrantë në zonë. Ky është minimumi që kërkohet për tyre dhe as këtë nuk e bëjnë. Sepse e dim, sidomos ata që janë në Itali dhe në Greqi, domethënë që gjithmonë ka pasur problematika. Jo, pse në Greqi bëhet Dhe kur vjen ndonjëherë edhe për fajin e faktit që janë me qindra mijë dhe me qindra mijë nuk mund bëhet me një konsul me gjithë ato problematika që dalin. E vërtet. Pra është por në fundit ti një vend i vogël i cili nuk ke mundësi që të bësh një politikë të jashtme në ato që ambasadorët e mëdhenj që mund të bëjnë. Po ishte një përpjekje për bashkëpunim me Kosovën. Maksimumi që mund të kesh në fillimet e veta shteti shqiptar kishte nevojë për investime. Tani me që fusim paret pista nuk kemi nevojë as për atë punë. Kështu që ambasadorët tani kanë ngelur vendi qoke dhe mbi të gjitha nuk kanë pushtet. Pra, kur ti bën një politikë të jashtme, mendimi i ambasadorit as merret fare, domethënë, është kryeministri që bën politikën e jashtme ose ministri i jashtëm dhe ambasadorët janë zero. Janë thjesht përcjellësh letrash dhe ndjekësh procedurën. Dhe kjo është ajo që është për Shqipërinë, nuk është se jemi vetëm ne, por në gjithë botën kështu. Atjere, më po. Por ato kur je vend i vogël, ambasadori doja të theksoja diçka, më thënë thjesht për të mos krijuar një keq kuptim i cili nuk ekziston, sepse nuk e di se sa e ndjekin këtë emision, po ndoshta mund të ketë edhe staf të Ministrisë Jashtme dhe ish ambasador që na ndjek. Të paktën duhet të jemi korrekt me atë që themi. Ambasadori nuk bën politikë të jashtme. Ambasadori zbaton politikë të jashtme. Dhe kjo duhet dalluar mirë. Politikën e jashtme e bën qeveria. Ambasadori bën përvoja në bazë të politikës të ose krijon lidhje në bazë të politikave. Thjesht ndoshta prandaj e theksova ish ambasador në një komunikim që pata me Erionin, i dërgova para se Po, atë doja të pyesja. Një listë me rreth 40 libra botime që janë bërë nga ish ambasador shqiptar që kanë shërbyer në periudha të ndryshme, janë libra kujtime, të cilat kujtimet e ambasadorëve në çdo vend të botës. Po të shkosh ambasador që të bësh libra apo është periudha më e përvoja diplomatike nuk bëhet fjalë nuk bëhet fjalë për libra si të gatuajmë, duhet të kuptojmë, as se si të vishemi. Bëhet fjalë për eksperjenca, për përvoja diplomatike, patjetër përvoja diplomatike një ambasadori që ka qenë në Greqi. Pra, ambasadori, për shembull, jon që ka qenë në Greqi, për shembull zoti Zeneli, apo të tjerë kush kanë qenë, të cilët janë dekoruar dhe nga shtetet, përkatëse për mënyrën se si kanë lecuar marrëdhëniet, shpesh edhe shumë libra të tjerë që janë botuar nga ambasadorë që kanë shërbyer para 90-s dhe pas 90-s, ato kujtime tregojnë që puna një ambasadori, po të lexosh ato një pjesë të atyre librave, e kupton që puna e ambasadorit nuk është aq e thjeshtë. Pra, shpesh është ajo që quhet diplomacia dukshme dhe pjesa e padukshme. Të cilat nëse mund të them pas 90 ambasador. Edhe pas 90. Meqenëse puna e librave dhe të fshati im janë domethënë fshati i Gjyshit, janë ca që kanë bërë na 30 libra për fshatin. Gjithë janë kështu, domethënë ka filluar kjo mania që fol ose bëj libra. Fakti është po si gatuajmë ato libra, po kanë dhe një kështu botë po janë ato legjendat për fshatin, kush janë familjet, kush janë heronjtë e fshatit, domethënë fshati i Gjyshit tim pas ka qenë qendra e Shqipërisë, nuk e dija, po na libra dorë. Kështu janë të gjitha fshatet. Dhe kështu është 5900 nuk e di sa janë. Kjo mania për të shkruar libra është bërë se mjafton të shkosh te panajiri i librit. Edhe ka shumë balte meritojnë, nuk e meritojnë. Dhe tani e meritojnë baltën që s'kemë të. Politika jonë roli i ambasadorit edhe politika jonë jashtme, minimumi nuk është kujdesur për emigrantët. Të marrësh një dokument të ambasad, të del prej hundësh. Dhe kjo është prej 25 vjetësh, për 30 vjetësh, është i njëjti problem. Në Itali, ke konsulën që ka qenë Milano, që është përfolur gjithë ato herë. Ke në Greqi, me Selanikun e tjerë, është merr prej 25 vjetësh, kështu që ajo balta jo është pak, po duhet edhe më tepër fal. Roli ambasadorit. Duhet të dallojmë shërbimin konsullor, dëgjoj. Unë gulmoj që ne këtu jemi përfaqësojmë edhe vetveten, po përfaqësojmë edhe disa institucione, disa eksperjenca pune. Prandaj ngulmoj që ato që do të na shohin të paktën nesër të mos na zhvlerësojnë. Na japin ato dokument. Jo, nuk ka rëndësi, ne s'kemi asnjë nevojë për si dokument. Përgjegjësi individuale, po flasim për institucionin ku ne po flasim individi jep mendimin e vet. Absolutisht, jo, duhet dalloj midis diplomacisë dhe shërbimeve konsullore. Duhet dalluar këto veprimtari në një ambasadë. Ambasadori nuk merret me shërbimet konsullore. Ka një konsul edhe mënyra se si organizohet shërbimi konsullor, pavarësisht se është pjesë e shërbimit jashtëm, ka një specifik, pra dokumenta, certifikata lindje, vdekje, pasaporta, tash me Albanian, një pjesë e madhe dhe kontaktit
individual me ambasadat për kaq vitesh edhe shkëputur që zhvillohet. Ne po flasim për rolin e ambasadorit si përfaqësues, paktën unë me këtë si tu shkërkesë erdha këtu në këtë emision, pra ai duan pra çfarë roli luajnë ambasadorët. Pra në Shqipëria një vend i vogël. Çfarë roli luajnë në letra dhe çfarë roli luajnë në realitet, se këtë roli në realitet është pozicion luksi, Erion. Të jesh ambasador dhe ta konsider, të lutem, ta përfundoj. Do të thënë, ti je ambasador dhe ti ta shikosh me optikën që të kesh pozicion luksoz, pra që të jep ty shumë facilitete, të jep ty shumë të mira, dhe këtu dalim tek diskutimi shumë i madh përpara disa viteve për të vendosur në një veting ambasador dhe për të parë s'u bë ajo. Po pra, nuk u bë ajo, po duhet bëhet, sepse këtu ne shikojmë a është ushtruar siç duhet ne si qytetar, a jemi cënuar ne në mënyrën se si janë shfrytzuar këto fonde, si është marrë, si nuk është marrë, kush financon, dhe se si është shtrirë çështja e financimit për ambasadorët. Dhe këtu, qoftë edhe për rolet konsullore, dhe këtu ne nuk flasim për të marrësh të mirat e pozicionit. Ne po flasim për përfaqësi, dhe nëse realisht po flasim për këtë që thot Geroni në terma utopik, të rolit, pra të ushtrimit të rolit, unë them që këtu është një utopi e madhe, sepse nga roli tek ushtrimi ka një gap shumë të madh. Tek ushtrimi roleve diplomatike, si ambasador apo si konsul apo rolet. Unë personalisht kam njohur shumë ambasador, si thot Geroni, shumë ambasador njerëz të jashtëzakonshëm me shumë dimensione dhe kemi dhe miqësi me ta. Por në përgjithësi ajo që thotë Endrish e drejt, sa do të mirë mund të kenë qenë ambasadorët, drejtimi politik gjithmonë ka prish punë. Sepse një ambasador ka qenë ta zënë 5 vite në një vend, ka ardhur forca tjetër politike e ka hequr. Ky është problemi i madh. Ka ndikim politik në ushtrimin e. Po ky është problem shumë i madh, edhe Geroni bie dakord me këtë, që politika e ka dëmtuar rolin e përfaqësuesit. Në terma institucional që ndron ajo që thotë Geroni. Po jo, është vërtet, jam dakord. Janë shumë të rëndësishëm dhe roli i tyre duhet ketë impakt, por ja nuk ka. Politika se lë. Edhe Endri ka drejtë këtë pikë. Jo, ne jemi shtet ambasadorësh, me thënë të qesh, po jemi shtet ambasadorësh huaj, sepse Shqipëria nuk e fitoi vetë pavarësinë, ka qenë konferenca ambasadorëve që ja dha pavarësinë. Dhe jo vetëm që i ka dhënë pavarësinë në 1913, po vazhdon e drejton akoma. Kështu që janë ambasadorët e huaj që vinë flasin me ministrin dhe kryeministrin, dhe ky pastaj u jep ambasadorëve tanë që dalin në Evropë për të bërë ato që. Pra, fundit, ai që ka pushtetin në vërtet është ambasadori huaj dhe jo ambasadori shqiptar. Tani, në të gjithë botën, ambasadorët janë përfaqësues të shteteve. Këtu te ne i cakton kryeministri. Që këtu zhvlerësohet roli i ambasadorit, që këtu. Teorikisht i bën presidenti. I dekreton. I zgjedh kryeministri tani se i bëka presidenti tani. Ideja është këtu që bashkë me të njomin, bashkë me të thatin digjet dhe i njomin në parim. Është absolutisht e vërtet që rekrutimet e ambasadorve ose ata që kërkohen, bëhen në bazën e ca parametrave që ne na bëjmë, edhe ka pasur dhe kolegë tanët, që ne i kemi edhe diskutuar dinan, po nuk din Shqip, jo më pasaj që vinë nga shoqëria civile tani, ç'është ky ambasador vjen nga shoqëria civile, u them që një ambasador duhet ketë një CV, kush duhet jetë CV e një ambasadori? Më thënë, për t'ju rikthyer sa që po thoja pak më parë. Mënyra se si emërohet një ambasador, është e përcaktuar, prandaj se mos flasim se tu është e përcaktuar në ligjin për shërbimin e jashtës të 23/2015, një ligj që u miratuar jo më shumë se para 10 vjetësh, me disa ndryshime vogla, pa ishte ligji bazë. Dhe ajo është e përcaktuar shumë qartë. Pra ambasadorët lindin nga propozimi i ministrit jashtëm që ja dërgon kryeministrit, dhe siç e thash, brenda kësaj logjike të cilës ambasadorëve më shumë për procedurën e emërimit është dhe procedura e kozjatjes, pra ka ambasador dhe ky është sepse diplomacia është sistem karriere. Pra për të bërë shumë bukur, jam dakord. Dhe ky mund të jetë një problem që mund diskutohet, po them, a ndiqet karriera diplomatike brenda emërimeve në diplomacinë shqiptare, çfarë përvoje kanë diplomatët në varësi të sistemeve të karrierës. Tani, është e vërtet që janë mbushur ambasadat me militant tani edhe këshilltar edhe me status. Sigurisht, pra, atë po thoni, pra në momentin që mënyra e hierarkisë që ka shërbimi jashtëm shqiptar nuk respektohet në bazë të atyre ligjeve që ka miratuar vetë politika shqiptare, qoftë e majt apo që e vdjallë, sepse ligjet janë ato, natyrisht ajo pastaj pasqyron edhe cilësinë e shërbimit të jashtëm diplomatik. Çfarë garanton karrierën e një ambasadori? Çfarë duhet ta garantojë tamam? Ligji. Patjetër. Rregullat, enti rregullator, presidenti i Republikës, ai e dekreton ambasadorët, ai duhet garantojë mos cënueshmërinë dhe mos prekjen e ambasadorëve në asnjë lloj forme, as në politikë. Por kur ka raste skandalesh, ç'a ndodhe? I kanë dhënë dorëheqje ambasadorët tanë?
në rastet e skandaleve që kanë qenë ndoshta dhe nga eksperienca ime dhe nga sa kam dëgjuar, nuk di të kenë dhënë dorëheqje ndonjë ambasador nga ndikimi apo ndjekin modelin e dorëheqja është akt vetjak, është akt moral, që do thotë që ti në momentet kur e shikon që nuk e ushtron dot që ta përfundoj, do të thënë në momentin kur ti e shikon që ti nuk e ushtron dot detyrën me dinjitetin, me kriteret, me të gjithë elementet që ti e menduar, se do ta ushtroje këtë, ti moralisht ke një detyrim ndaj publikut për ta dhënë dorëheqjen, por fakti që nuk është dhënë dorëheqja do të thotë që është bërë një lloj kompromisi me gjën. Tani, po të kishim atë nivel ndërgjegje, se këtu doja të ndërhyja. Nuk e merrte fare rrugën për të vajtur ke vendi misionin, duke ditur se çfarë buxheti ka, çfarë kushtesh ka dhe çfarë urdhrash merr. Por thuaj, le të bëjë ndonjë shkarkim rrugës jemi në konkluzionin e kësaj ndeshje. Jo, si justifikojnë mirë për shembull ambasadorët që dal pak tek logjika juaj. Mirë, ambasadorët nuk ka rast pra. Kështu që prandaj ta thash që nuk ka rast. Ambasador mund të dhënë dorëheqje, pa të kanë dhënë dorëheqje për shkak të mos funksionimit apo arsye individuale, kjo është diçka tjetër. Shumë interesante. Një pyetje. E zëm, ambasadorët shqiptar janë ambasadorë të një vendi të vogël, siç e tha dhe zotria përpara. Po ambasadorët e huaj që kanë ardhur në Shqipëri dhe kanë bërë kompromise. Si e shpjegojmë ne këtë? Pra, pse është kjo pikpyetje e madhe? Sepse ata, po pra pesha e shtetit. Ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Normal, sepse... peshën e shtetit në mbrapa. Ka aeroplan mbajtëse në mbrapa. Sepse nuk është vetëm aeroplan mbajtëse, ka shumë mekanizme. Po, ka dhe të tjera. Një mekanizm për shumë është dhe SPAK-u, cilin e kanë ndërtuar vetë, edhe tani po përdorët si kopaqe, ato që e kanë. Pra, nuk është vetëm një mekanizm që mund të përdorin të huajt në drejtim të Shqipërisë, ka shumë mekanizma. Dhe problemi kryesor kthehet tek, domethënë, është fakti që ti kur ke peshë të vogël, mos prit që të jesh, është një lloj sikur thua një kalamani në klasë të parë thua pse nuk aktron si De Niro, domethënë jemi në konkluzion. Gjësinë vetë të mekanizmit. Jemi në konkluzion. Konkluzioni i kësaj ndeshje për ambasadorët? Tani se nuk dua të ruaj optimizmin, shumë i ruaj optimizmin, ai na ka mbajtur ai na ka mbajtur gjatë. Është për të ardhur keq që nuk funksionojnë ashtu siç duhet nga mënyra e rekrutimit dhe më pas e dërgimit të tyre, por edhe e financimit. Unë e theksoj pjesën që ai buxhet i përcaktuar për misionet, se ne kemi 64 misione në gjithë botën. Kemi ambasada, konsullata, misionet përhershme, po janë 64 struktura. Sikur nga një individ i vetëm të jetë, jo më pasaj që ata shkojnë me familje, duhet të shkojnë me stafe, me radhë, është një buxhet tejet qesharak që ti të kesh një përfaqësim dinjitos. Kjo nuk justifikon veprimet e palishme të atyre që shkojnë në vendet ku pranojnë të shkojnë. Por fakti që ka një buxhet minimalist, Ministria e Jashtme për këtë zë, do të thotë që nuk do të çuditemi kur të dëgjojmë edhe transportet, edhe kontrabandat, e të tjera. Për mua funksioni dhe misioni i ambasadorit duhet të rikthyer aty ku e përcakton ligji i shërbimit jashtëm. Çdo diskutim përtej atij ligji, i cili, si thosh, rregullon një nga veprimtaritë. Kemi ambasador që krenohemi sot? Kemi, patjetër që ka një grup ambasadorësh, emra, se jemi këtu për të përmendur emra, por që meritojnë dhe titullin e ambasador. Dhe mos harroni dhe diçka në gradet diplomatike, titullin e ambasador e kanë shumë pak individ. Titull shumë i lartë. Ele për gjithë jetën. Pavarësisht. Kemi dhe raste, ambasador për gjithë jetën. Konkluzjoni është që mendoj që ambasadorët kanë bërë një punë të mirë në një drejtim, në adresimin e disa problematika apo ndihmën që kanë dhënë edhe ndaj qytetarëve në mënyrë të drejtë për drejtë. Patjetër që ne këtu flasim për fenomenin, nuk flasim për të tërën, por do ishte shumë mirë në këtë moment që ndodhet vendi në integrimin evropian, pra në negociatat për integrimin evropian, të ketë një rol më aktiv të ambasadorëve për ta promovuar Shqipërinë, për t'i dhënë një dorë të mirë në të gjithë planet e zhvillimit, edhe në thithjen e investitorëve të huaj, por edhe nga ana tjetër për projektet zhvillimore që i duan Shqipërisë në këtë moment. Felash për në fund, se di që do këpusesh në kopaqe. Jo, unë duke parë mënyrën se si funksionon këtu në Shqipëri, domethënë, unë vetë propozohem që të bëjmë ambasador në Vjenë. Më pëlqen jeta në Vjenë, edhe është vend shumë. Do të bëj kryeministri vallë, në qendër të Vjenës. Do zoti ndonjëherë dalin dhe ëndra. Shumë Vjena. Endri, emërimi i parë që do bëj do jesh ti. Ndonjëherë dalin dhe ëndra. Jo, është bukur. Tani që ka ikur te Fatosnano që na përfaqësonte, mund të jetë dikush tjetër, domethënë. Është fatja, të lëshon fatja rrugën. Mendoj që i përmbush kriteret shumë më tepër se shumica e atyre që janë. Po, duke falënderuar miqtë
miqtë dhe ne i pickuami çik çështjet e ambasador lëkut, se janë çështje shumë të rëndësishme, por është shumë e rëndësishme që fjala ambasador ngelet për gjithë jetën. Dhe për mua është një fjalët e rralla në këtë vend, si fjala ambasador, akademik, janë ca fjalë klerik i lartë, domethënë janë ca fjalë shumë të rëndësishme që cila ne du t'u kthejmë kuptimin se e kanë humbur për shkak të politikës. Duke falenderuar natyrisht miqtë tanë, ne ju lëm takim në akuzë. Në akuzë.